Drejtuesja politike e Partisë Demokratike për rrethin e Sarandës Sina Zhupa prezantoi programin në Delvin. Kthemi institucionet në Delvin, ndryshojmë reformën territoriale, është shprehur ndër të tjera në fjalën e saj Zhupa. Do të zgjidhet përfundimisht sipas saj problemi i azhornimit të tokave dhe certifikatave të pronësisë, ndërsa çdo pensionist me pension të plot apo të pjesshëm më të ulët se 200 euro në muaj do të marrë 200 euro në muaj. Mësuesve do të dufishohet rroga dhe do të marrin pagën e 13. Zhupa u ka thënë banorëve të Delvinës se do të investohet në infrastrukturën e shkollave, ndërsa TVSH-ja në sektorin e përpunimit të prodhimeve bujqësore do të jetë e njëjtë në shitje dhe blerje, duke bërë që paratë të shkojnë direkt te fermeri dhe jo te grosistët. Po ashtu do të ketë subvencionim të naftës. Këto dhe ndryshime të tjera që i përgjigjen nevojave të delvinjotëve do e bëjnë Delvinën më madhështore, shpreh ndër të tjera Zhupa. Drejtuesja politike e Partisë Demokratike për rrethin e Sarandës takoi edhe pensionistët në një takim ku foli për programin e Partisë Demokratike. Pa mundësi për të siguruar nevojat jetike, ushqimet, ilaçet me pensione qesharake dhe pas një vëmendje nga shteti ishin kryefjala e shqetësimeve. Çdo pensionist me pension të plot apo të pjesshëm do të marrë 200 euro në muaj, ka theksuar ndër të tjera Zhupa, duke vendosur gjithashtu të rëndësishme edhe pajisjen me kartën e konsumatorit, me të cilën do të përfitojnë kthimin e TVSH-s që paguan për blerjet e ushqimeve bazë, energjinë elektrike, ujin dhe ilaçet, duke përfituar rreth 450 euro në vit. Për personat me aftësi të kufizuara që ka nevojë do të paguhet kujdestari dhe sigurimet e tij, si dhe do të garantohen nga shteti të gjitha mjetet sanitare dhe ndihmëse që u nevojiten. Do të falen të gjitha gjobat për energjinë elektrike dhe ujin e pijshëm për pensionistët, ka thënë ndër të tjera Zhupa.